Dita kur vjerha e Blertës hyri në shtëpinë e saj pa trokitur, për herën e 22, Blerta ishte duke I dhënë gjy fëmijës së saj 3 muajshe. Nuk tha asgjë. Vjerha futi kokën, vështroi dhomën dhe tha: "Pse ka erë shtëpia kështu? Nuk hap dot dritaret?" Blerta ngriti syt. Pastaj I uli dhe vendosi, jo atë ditë, por atë sekond, se do të priste momentin e duhur. Kur nuk e dinte se ai moment do vinte pikërisht kur vjertha e saj do prekte fëmijën e saj. Mirë se vini. Unë jam këtu çdo javë me histori të vërteta të njerëzve të zakonshëm që bën gjëra të jashtëzakonshme. Sot do ju tregoj historinë e Blertës. Blerta u martua në moshën 26 vjeçe me Altinin, djalë I qetë, I punëtor, me zemër të mirë. E kishin njohur përmes miqve të përbashkët dhe lidhja e tyre kishte qenë e natyrshme, pa ndërlikime. Por kishte një gjë që Blerta e kuptoi vetëm pas martesës. Altini nuk kishte vetëm nën, kishte zotrinj. Vjerra, Fatime, ishte grua me karakter të fortë. Kjo në vetvete nuk ishte problem, por Fatime besonte me të gjithë shpirtin e saj se djali I saj, shtëpia e djalit të saj dhe jeta e djalit të saj ishin ende pronë e saj. Javën e parë pas martesës, Fatime erdhi çdo ditë. Blerta mendoi, normale, është periudha e parë. Muajin e dytë, Fatime filloi të vinte pa njoftuar. Blerta mendoi, do kaloj. Muajin e 6, Fatime kishte çelësa të shtëpisë, për emergjenca, sipas Altinit. Blerta filloi të kuptonte se nuk do kalonte. Kritikave nuk u kishte fund. Mënyra si gatuante Blerta nuk ishte e saktë, mënyra si pastronte nuk ishte e saktë. Rrobat që vishte nuk ishin të përshtatshme, orët kur flinte ishin shumë të vona. Dhe Altini që e donte Blertën me zemër, bënte gjithmonë të njëjtën gjë. Heshte, ose thoshte, ajo është nënë e vjetër, mos e merr seriozisht. Por Blerta e merrte seriozisht, sepse kur dikush të hyn në shtëpi pa trokitur, kur dikush të kontrollon frigoriferin dhe të pyet pse ke bler atë djathë jo tjetrin, kur dikush I thot burrit tënd çfarë të hash për darkë, kjo nuk është plak e vjetër me zakone të vjetra, kjo është kufi I shkelur çdo ditë me vetdije. Kur lindi fëmia, Blerta shpresoi se gjërat do ndryshonin. Ndryshuan, por jo në drejtimin që priste. Fatime filloi të vinte çdo mëngjes, kishte mendimet e saj për çdo gjë, si të mbështillej fëmia, çfarë të hante Blerta që të kishte qumësht, kur duhet fjetur fëmia, kur jo. Blerta ishte raskapitur, 3 muaj pa gjumë të plot, me fëmijën në krah dhe me vjerhën që e trajtonte si mysafir në shtëpinë e vet. Dhe pastaj erdhi ajo ditë. Fëmia kishte mbushur 8 muaj, Blerta kishte menduar për çerdhën, një çerdhe e mirë, afër shtëpisë, me kujdestar të kualifikuar. E diskutoi me Altinin. Altini ra dakord, por kur Fatime e mori vesh, shpërtheu. Çerdhja, fëmijën tim do e çoni në çerdhe, unë jam gjallë e mirë e nuk mund ta mbaj unë, çfarë lloj nëne je ti që do të lesh fëmijën te të huajt? Blerta dëgjoi, nuk foli. Fatime vazhdoi, Altini u rrit pa çerdhe, unë isha gjithmonë pranë ti, kjo është mënyra e duhur. Dhe pastaj, Fatime I tha Altinit, jo Blertës. Ti vendos, ti je babai. Ky ishte momenti. Jo përse fjalia ishte egër, por përse e tregoi gjithçka. Blerta nuk ekzistonte si vendimarrëse në jetën e fëmijës së saj. Blerta doli nga Roma, shkoi në kuzhinë, hapi ujin e ftohtë dhe qëndroi aty 1 minutë. Pastaj mori telefonin dhe thirri motrën e saj. Më duhet avokat familjar, jo për divorc, për diçka tjetër. Do ju shpjegoj. 2 javë më vonë, Blerta kishte konsultuar një avokat dhe kishte kuptuar të drejtat e saj, si nën, si bashkëshorte, si bashkpronare të shtëpisë. Pastaj foli me Altinin, jo me lot, jo me bërtitur, me dokument në dorë. Altini, unë të dua, por martesa jon ka 3 persona brenda dhe unë nuk jam gati të ris fëmijën tonë kështu. Kemi 2 zgjidhje, ose vendosim kufi të qartë bashk, ose avokati do t'i vendos për ne. Heshtje e gjatë. Pastaj Altini tha diçka që Blerta nuk e priste. Ke të drejtë, falit. Nuk ishte e lehtë, biseda me Fatimen ishte e vështirë. Fatime qau, zemërua, sa se Blerta ishte vjedhur djalin, por Altini për herë të parë qëndroi pranë gruas së tij. Nën, unë të dua, por shtëpia ime ka rregullat e veta. Nëse vjen, mirë se vjen, por me njoftim dhe me respekt. Fatime nuk erdhi për 2 muaj. Kur u kthye,
trokiti. Blerta hapi derën dhe buzëqeshi. Mirë se erdhe Fatime, dhe e ftoi brenda, sepse Blerta nuk donte armiqe, donte respekt, dhe e mori. Njerëzit pyesin shpesh, si duhet vepruar kur vjerha të bën jetën të vështirë. Blerta nuk ju jep përgjigje universale, por ju jep shembullin e saj. Mos bërtit kur je e lodhur, mos fol kur je emocionale, grumbullohu, planifiko dhe fol kur je e qetë, por fol me qartësi absolute. Kufijt nuk janë armiqësi, janë respekt për veten. Tani ju pyes juve, keni kaluar ndonjëherë diçka të ngjashme? Si vepruat? Shkruani në komente, dhe nëse kjo histori ju ndihmoi, ndajeni me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot.